Minuta maksimal për dhe ma poshtë mundet. Faleminderit, nderuari kryesues, të nderuar koleg. Vazhdimisht, sidomos këtyre 2 mandateve të fundit, që jam edhe dëshmitari drejt për drejt, grupi parlamentar i LDK-s ka adresu shumë shqetësime që lidhen me punën e RTK-s. Edhe pse ne tani jemi në pritje të raportit vjetor të RTK-s për të siguru se a janë adresu shqetësimet tona të ngritura ma parë dhe për të parë arritjen e progresit dhe ngritjen e performancës së RTK-s, mendoj se nuk i bën keq edhe ky debat dhe është një rast i mirë që ne ti kontribuojmë kësaj teme në debatin e sotshëm. LDK është e përkushtuar ta ndihmoj RTK-n në përmbushjen e misionit të saj për një medium të fuqishëm në interes të publikut. Për një RTK të pavarur me një staf profesional dhe infrastruktur moderne. Presim që shumë shpejt të kemi një RTK të digitalizuar. Jemi të përkushtuar që të zgjidhet problemi i financimit të RTK-s, po ashtu edhe i pronës së RTK-s. Pra, dëshmojmë se sa shumë e dojmë RTK-n dhe sa të përkushtuar jemi për një RTK të avansuar. Por po kaq, jemi të brengosur me shqetësimet që edhe këto ditë ngritën në raport me mënyrën e funksionimit të RTK-s, punën e menaxhmentit dhe bordit të RTK-s. Shiqoni se çka shkruan në raportin e progresit, deklaratat e avokatit të popullit që lidhet me lirinë e medjave, edhe unë edhe me këtë rast tu, edhe pse nuk jam i njoftuar në detale, por shprehje keqardhjen time për informacionet në raport me largimin nga puna të kryetarit dhe nënkryetarit sindikatës dhe pës çfarë rasti është kjo ku bashkë sot, kur ne po diskutojmë për shqetësimet që ata e kanë adresu, ata largohen nga puna. Edhe nuk e di se qysh nuk pas ka mujt me prit kjo punë edhe për një ditë, edhe nëse ka pas argumente, apo është rastësi. Reagimi i të punësuar në përmes sindikatës që ngres zërin dhe është shumë kritik për trajtimin e tyre, mundësin e një pune profesionale, avansimin, kushtet e punës e tjera. Flitet shumë për mënyrën e rekrutimit gjatësisht punësimit me preferenca, nepotizëm, duke mos respektuar procedura ligjore. Po ashtu, me shumë kritik, flitet për pavarësimin editorial të RTK-s. Ne jemi shumë përkushtuar që të respektojmë pavarësinë e RTK-s. Por njëkohësisht, kemi të drejt të ngrejmë disa pyetje. Sa janë borxhet momentale të RTK-s? Si linden këto borxhe të RTK-s? Pse gjatë këtyre viteve, pra, të një RTK në borxhe rritet numri i punësuarve? E unë mendoj se Greqia kish pas lakmi se si zgjidhet kriza duke rrit numrin e të punësuarve. Diçka që s'është ndëgjuar deri tash. Sa është i madh dhe i pa justifikueshëm numri i të punësuarve me detyra specifika apo si quhen me gjuhën popullore kontratë mbi vepër që ne kemi sankcionuar që sa vite që nuk lejohen këto lloj punësimesh. Po ashtu janë ngrenë shumë shqetësime për shkeljen e procedurave gjatë blerjeve dhe shumë dyshime dhe dilema për kualitetin e këtyre blerjeve dhe sidomos për emisionet e jashtme, po edhe për mallna dhe shërbime. Dhe ne me të drejtë shtrojmë pyetje, a është kjo mënyra më e mirë e zvoglimit të borxhit të RTK-s dhe stabilizimi i RTK-s për të mujt me e të marrën dhe për të i kalu situatën e vështirë për cilën edhe vetë punëtorët e RTK-s pajtohen. Po ashtu thuhet se
drejtori ka 2 zavendës drejtor që i parashun ligji, po i ka dhe 10 këshilltar që paguen mirë e disa për i tyne si shekur. Me ja pas lakmi. Si menaxhohet paraja publike në RTK? Sa janë adresu dhe sa janë të i kalu vërejtjet e auditorit gjatë kontroleve të kaluare. Dhe pas gjithë këtyre dilemave, ne ndodhime në një udhkëq. Por për një punë, për një çështje jam i sigurt, se ne duhet të shkojmë për te këti udhkyqje dhe për te këtyre dilemave. Dhe edhe për një çështje tjetër, jam masë i sigurt, se Kosova ka dështuar në krijimin e institucioneve të pavarura. Ky kuvend, pjesë e cilit jam edhe unë, ka dështuar që të mbikëqyr institucionet e pavarura, të hetoj dhe të veproj aty ku janë pa dobësi dhe lëshime konform ligjit i cili ja obligon këtë kuvend për të vepru. Prandaj, unë mendoj se ne duhet sot përkrahëm rekomandimet për cilat do flas më vonë, dhe në rast se argumentohen të gjitha po një pjesë e këtyre që thuhet shqetësimeve që janë ngrit, atëherë kuvendi duhet urgjentisht të marrë masa për të veproj konform obligimeve që përcaktohet me ligj, dhe nuk kisha pas dëshirë që asnjëherë në të ardhmen këtij kuvendi mos më ndodh që mos më u votu një raport pune dhe me usill sikur s'po ndodh kurrë. Si votu, si s'u votu, si pat performancë, si s'pat performancë, edhe dyqysh sikur me kon një mall i huaj që erë këtu do pak shkoj edhe hajde na vazhdojnë matutje. Nuk guxon ky kuvend cilët asisoj, por duhet nëse ka nevojë të plotësohet rregullore punës dhe akte rregullative, por duhet dihet se ne jemi përgjithës, sepse ne jemi themelues dhe mandej ne jemi ata të cilët kemi votu, ata njerëz për cilët ne i monitorojmë. Dhe në rast se kemi dobësi të meta, keq menaxhim, është përgjegjësia jonë që të veprojmë, ose t'ja falim dikujt, ose t'ja shesim dikujt ato prona, por jo kështu para syve tonë të lejojmë dhe të degraduan matutje. Prandaj unë edhe pse u befasova, prita nga përfaqësuesja e iniciimit të debatit që do të kthehet në dokumentin që na ka prezantuar dhe do të elaboroj argumentit, ne ndëgjum një debat respekt, por mendoj se nuk ishte dasht as lejohet as nga kryesuesi që zhvillohet debati ndërsa të mos arsyetohet vetë iniciimi dhe rekomandimet. Por unë po i kthena tani vetë rekomandimeve. Mendoj se pika e parë e rekomandimit që flet për autorizimin e auditorit përgjithshëm dhe pika 3 që flet për themelimin e grupit, pra parlamentar hetues, është një duplifikim i dy mekanizmave, dhe unë mendoj derisa ne kemi mundësi që të autorizojmë një auditor e që është profesional dhe merret me mend që politikisht është neutral, atëherë duhet ta favorizojmë atë mekanizëm që të na sjell vlerësimet e tij dhe na të veprojmë. Në rast se neve në të ardhmen shumë shpejt na mungon pra një raport i tillë i auditorit, unë plotësisht pajtona që kuvendi duhet ta bëjë detyrën e vet. Por tash për tash nuk ka nevojë, sepse edhe janë afatet ligjore që mund prolongohet, pastaj përkatësia ndryshme partijake, por në emër të grupit parlamentar të LDK-s, duke synuar të njëjtat efekte, të njëjtat qëllime, sikurse edhe iniciuesi i debatit, por edhe sikur iniciuesit e krijimit, pra grupi parlamentar i Aleancës, i themelimit të grupit hetues, propozojmë këto konkluzione, pra në bazë të asaj që u tha dhe me qëllim të adresimit të diskutimeve të këtij debati, propozojmë këto rekomandime si në vijim. Pra është i njëjti, vetëm se fjala autorizohet, është zavendësuar me fjalën rekomandohet, se është domethënë më adekuate, i njëjti rekomandim sikur të iniciuesi, pra rekomandohet një auditim i përgjithshëm i parasyra financiare dhe performancës së RTK-s në një afat sa më shpejt të mundshëm. Në 2. Kuvendi së bashku me shqyrtimin e raportit vjetor, kuptohet pas punës së 3 komisioneve të parapara, të shqyrtoj edhe raportin auditorit, po këtë raport që ne po e porosisim, dhe të propozoj rekomandime me qëllim që të krijohen parakushtet për stabilizimin dhe zhvillimin e RTK-s
për të përmbushur misionin e saj në interes të qytetarëve të Kosovës. Ju falenderoj.